Plakat e prillit sjellin dimrin, zbardhet dhe juglindja e vendit, rreshjet e Borës mbulojnë Korçën dhe Pogradecin. Pas veriut edhe juglindja e vendit është përfshirë nga moti keq, ku nuk kanë munguar as rreshjet e Dëborës. Pasditën e kësaj të diele në qytetin e Korçës dhe të Pogradecit janë regjistruar rreshje dëbore me intensitet deri në mesatar. Duket se plakat e prillit kanë sjellë një rikthim të motit të ftohtë në veri dhe juglindje të vendit tonë, pasi rreshje bore u regjistruan edhe në Dibër, Kukës dhe Shkodër. Deri më tani nuk janë raportuar problematika në qarkullimin rrugor, ndërkohë që autoritetet ndodhen në gatishmëri dhe po punojnë që akset jenë të kalueshme për qytetarët.